nga veriu në jug nuk ka spital që s'ka kardiolog sot. Dikur kanë pas një kardiologës kanë pas fare, tani duke mbaruar vitet e fundit specializimit, kanë shkuar nga 4-5 kardiolog, ka Korça, ka Gjirokastra, ka Saranda, gjitha spitalet rajonale. Gjitha spitalet. Dhe një vizit kardiologjike bëhet në çdo spital shtetëror. Është vetëm mungesë kulture. Çdo shqiptar nën 45 vjeç, se nën 45 vjeç i quajmë të rinj. Pra vdekje tek të rinjt. Nën 45 vjeç. Mbi 45 vjeç futen faktorë. Ka nevojë për ekzaminime. Do një eko dhe një elektrokardiogram bëhet në çdo spital të Shqipërisë dhe zgjat vetëm 20 minuta. Dhe nuk bëhen të prishet një dhëmb, shkon brenda ditës dhe rregullohet. Një që është mirë nuk e bën. Nuk e bën, po. Edhe ideja e shqiptarit, unë jam 77 vjeç, kam qenë mirë, s'kam bë. Kjo është klasikja që më vjen në spital mua. S'kam bë kur vizita, e marrin dhe 75 vjeç që kanë një mori me probleme, një vizitë zemre, ore gjithë ata. Sa shpesh duhet Altin? Të paktën mbi 40 vjeç një person duhet ta bëjë një eko dhe një EKG. Në vit, në muaj, në filloj ta bëj një herë parë. Vetëm një herë ta bëj. Një herë të dim ku je. Dhe ai që ka probleme fillimisht, ore vin të rinj me aortën e dilatuar 5 cm, vazhdojnë jetën normale, nuk e din se nuk je pas një shenjë. 60% e hipertezëve nuk e din që kanë presionin e lartë dhe vinë me këto pasoja që thot Altini. Sepse nuk t'i jep shenja. Ti mund ta kesh presionin 17 me 10 dhe ti vazhdon jetën normale. Ndërkohë ai presioni ta bën aortën dhe po ta zgjeroj të hapet e valvulat. Rrezikon edhe disekacioni. Kultura mjekësore dhe kur dëgjoj dhe këta të rinjt që ngatrohen me thika, që janë se unë më ka takuar disa herë të shkoj në ushtarak për të parë fëmijë që thika kishte prekur zemrën, kam shkuar natën një herë, një 28 vjeçar, e kemi operuar gjithë natën, maja thikës kishte hyrë në ventrikulin e djathtë, i vum një sutur, shpëtoi, ai as emrin s'ma di sot. Se unë e kam operuar natën, 28 vjeçar ngatron për gjëra, ky rasti që ishte në Durrës, që ndodhi para ca kohësh, që unë duhet t'i komplimentoj ata mjekët, unë si njoh fare kush e ka operuar atë fëmijë, po duhet t'i komplimentoj sepse kanë arritur të riparojnë një defekt në zemër dhe ta shpëtojnë të paktën nga ana e dëmtimit që me thikë i fundit. Dhe unë se njoh, por kur e dëgjova si lajm u gëzova që pas ka dhe një vend tjetër që bëhet ky rast, nuk duhet vinë vetëm në ushtarak. Pra kjo është ideja. Fëmijët që ngatrohen, fëmijët duhet bëjnë edhe fëmijët që nëse shohin që kanë një marrje fryme, një dhimbje gjoksi, ka pafund mama që preokupon dhe i sillin fëmijët në QST, bëjnë eko, pafund edhe në përgjithësi dalin mirë. Po ata që bëjnë aktivitet fizik duhet ta rikthem edhe një herë. Unë kam operuar, po bëhet një vit tani me 4 dhjetor, një djalë 12 vjeç, i cili bënte prej 5 vitesh futboll, u diagnostikua me një vrimë në zemër 2.5 cm, sepse ju mor fryma në fush, e operova tani mas një viti ka rifituar të drejtën për të luajtur futboll, po me një zemër normale. Kam operuar vjet në dhjetor, si tani e kujtoj. Pra, pas një viti ka rifilluar futbolli. Pra, dhe vrima në zemër mund të rekuperohet plotësisht. Është defekt, duhet mbyllur. Lindur që ti se merr vesh po su ekzaminove. Jetë normale, ai bën një jetë totalisht normale, edhe nuk kupton. Pak tek ushqimet do ta lidhe me Barbarën. Jo, tani edhe për atë që tha, shembullin që mori, unë pikërisht për këtë kisha kurse në pasigurie. Tani, unë nuk jam prind, po ti je prind dhe të kesh fëmijë 14 vjeçar që të shkon në shkollë dhe pastaj ti merr lajmin që ke fëmijë në spital, gati duke të vdekur, unë mendoj që është mjaftueshëm për të kuptuar në çfarë vendi po jetojmë. Pra ku pasiguria është e madhe dhe niveli i stresit është i madh, më fal. Mund të ngatrohen dhe jashtë shkollës. Po nuk ka ngatrohen edhe kudo, është një rast konkret. Ti e përmend vetë se nuk është. Po çana përcjell televizionin nga mëngjesi në darkë, kush u vra, kush u pre. Kush të shaj më shumë aty që te parlamenti deri tek e fundit. Pra këto po ndodhin në Shqipëri, ne nuk po jetojmë në një vend tjetër. Lajmet që ju pasqyrohen janë pasqyra e vendit në fakt. Kjo gjë po ndodh, prandaj po them që ne jetojmë në një vend pak ndryshe nga vendet e tjera që na rrethojnë, sepse stresi në Shqipëri është shumë e madh, pasiguria është shumë e lartë. Dhe nëse ka dy gjëra që mund bëhen për këtë gjë që mendoj nga politika, me që pyetja ishte e tillë, është e para mendoj ekonomia e vendit, po dhe ekonomia personale e çdo personi. Mendoj nëse këto dyja do ndryshohen, pra do ngriheshin, mendoj që diçka do përmirësohej më shumë, do kishte më tepër paramiksi. Nuk do mungonin ilaç, do bëshim fushata ndërgjegjësimi, do mbulonin ndoshta projektet për të pasur këto pajisje. Po flas për fushatën si ka e sotme. Atë them një të dhënë të thjeshtë. Unë jam mësim. Një mendim deri jo, jam dakord, jo, ishte në lidhje me këtë. Deri në fund atëherë. Ishte në lidhje me këtë. Në lidhje me këtë po them që nëse do kishim më tepër para, më shumë do bëhet ti e me radh gjithë mjekët. Unë besoj që në Shqipëri ka mjek shumë mirë, por mendoj që nuk kanë ende kushtet ose sistemi jonë shëndetësor nuk është më i mirë, nuk është fare
fare i mirë dhe nuk i mbulon të gjithë. Dhe prandaj mendoj që ekonomia e vendit do ndihmonte, por edhe ekonomia në xhepat personal do ndihmonte. Sigurisht, Barbara, për të shmangur stresin, për të kaluar nga këto hallet e mëdha për të mbyllur muaj, ndoshta te kujdesi personal për veten, për të paguar palestër, për ndjekur këto hobit, për të bërë një jetë më të mirë, për të pasur mirëqenie. Jo për të bërë replik, rastet që ne diskutuam parë si këngëtari dhe ish deputeti, nuk ishin njerëz të varfër për të bërë dy analiza më shumë, që të njinin gjendjen shëndetësore të tyre. Sot, unë jam mundësim tek viti i parë. Vetëm se dy rastet që ju përmendet janë raste që janë njëri është ish deputet dhe tjetri ishte një këngëtar. Janë raste që ne i njohim dhe prandaj lidhemi më tepër me to. Por rastet që ne dëgjojmë për ditë, janë edhe të miqve tan, e dim që çfarë jetë bëjnë, çfarë mundësish ka. Pra ju po merrni dy raste sepse ne njohim nuk i ndodh as i varfër as i pasur, sëmundja, nëse ke një sëmundje pikërisht merr jetën. Po të sidhen një fakt shumë të thjeshtë. Jap mësim në vitin e parë, ndihmën e parë. Sot ke në një klasë me 20 veta, me 15 veta 1-2 çuna. Janë zhdukur, sepse shikojnë, janë kultura e këtij vendi ka shkuar në diçka tjetër, ku kërkojnë të pasurohen pa bërë asnjë gjë. Ku janë? Pra kjo është e shqetësuese. Edukata dhe modeli që ne japim, ti po të hapësh çdo televizion, të mbysin lajmet që nga parlamenti, vetëm të shara ulërima dhe në këtë vend nuk ekziston asnjë njeri i mirë. Asnjë njeri. Unë nuk dëgjoj që thonë bravo i qoftë një model i mirë. Dhe ai brezëri çfarë do marri, nga kush do ta marri? Bën një gjë, ndodh një gjë, një mjeku, gjithë mjekët janë këmisha të zeza. I ndodh një gjë, një drejtuesi, të gjithë janë të korruptuar. Ndoshta duhet të fokusohemi te edukimi. A ka mundësi që në kurrikulat e shkollës të shkojmë aty, Alma, ma lër këtë si pjesë edukimit pak më vonë.